Të nderuar dëgjues, në studion Mirëmëngjes Shkodër jam së bashku me doktor Zydi Çoba, një mjek të mirënjohur në Shkodër, por jo vetëm. Natyrisht ardhja e doktor Çobës në studion Mirëmëngjes Shkodër është për mua, por edhe për dëgjuesit një privilegj, një nder që më bëhet sepse me jetën, karrierën, marrëdhëniet e tij me njerëzit, aktivitetin e përditshëm, doktor Çoba ka shumë mirënjohje në Shkodër. Mirëmëngjes doktor, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se vjeta dhe ju falenderoj shumë për ftesën që më bëhet në këtë emision, cilin unë ndjek nëpërmjet Facebookut vazhdimisht dhe kam kënaqësinë që para meje kanë kaluar shumë personalitete, shumë kuadro që ja vlen për të njohur ose për të komunikuar me publikun për punën e jetën e tyre. Natyrisht duke patur një jetë kaq aktive, një jetë do thosha me mjaft suksese, një jetë që komunikon çdo ditë me njerëzit, që lidhet me interesat e përditshme të tyre, unë besoj që në këtë tempo ritëm mosha dhe çdo gjë që lidhet me të janë thjesht vetëm shifra. Ndoshta kjo jetë ju ka dhënë shumë çka për t'ja kthyer çdo ditë me këtë entuziazëm, por edhe me këtë aktivitet kaq të vrullshëm, do thosha. Këto mosha janë të lidhur në shumë gjëra. Me të vërtet është një moshë që shumica shokëve të mi janë si unë, pensionista, por aktivizimi, lëvizja, sidomos me sportin, duket se më ngjall. Edhe është një ushtrim që unë e bëj me pasion. Po të mos ishte kjo, zorë sa mund të afroheshe kësaj punë. Unë kam qysh në vitin 1966 që kam dalë mjek. Doktor, historia juaj është një histori, do të thosha, gjithmonë rritjeje, një histori që mbart shumë personazhe, shumë ngjarje, por duke qenë se ju jetoni gjithmonë brenda dyerve të mëdha të mjekësisë dhe brenda saj ka specializime siç është traumatologjia apo mjekësia sportive, këto dy marrëdhënie tuajat janë, siç thuhet, gjithmonë dyer të hapura për të komunikuar me njerëzit, apo jo? Merita unë mund të thosha diçka, që fillimet e mia u caktova mjek pediatër. Edhe i ri isha, unë merresha me sport, kam luajtur 10 vjet basketboll, edhe erdha basketbollist në Shkodër, nga studenti. Mirë po, më thonë që do punosh pediatër. Edhe unë me kënaqësi e pranova se kisha marrë fakultetin. Pata fatin që u afrova në spitalin e pediatrisë, ku kisha për krah mjek të ndershëm, si doktor Panditollin e Kelnaraqin, që me zi shpriten me jarë një mashkull, se me thanë se duhet që me lecu edhe ngarkesën e madhe të punës tyne. Dhe ndihmuan shumë për periudhën që punova aty. Por, mas një kohë, 3-4 mujor, shumë tharasin. Më thojnë do të shkosh mjek fshatit. Të mas një problem s'ka, i thash unë heri jam shkaj këta. Po përsëri, ma vonë, më tharasin edhe do të rish në Shkodër. Pse? Sepse puna sportit do t'jesh në Shkodër. Por asnjëherë nuk e kam da mjekësinë me sportin. As sportin me mjekësinë. Pse i tham dyja kështu? Për arsye se nëse unë jam ba mjek, ja di për ndër sportit. Pra dhe në fakultetin e mjekësisë kur kam shku sepse mu me ekipi studentit mori nga 5 qapore të vllaznisë, isha maturant. Mandej dola mjek, punova dhe vazhdova punën, sport edhe mjekësi që për mu vitet ranu me qenë, por me përkushtimin e dëshirën, unë e bona. Duket se kjo është një marrëdhënie e pashmangshme, një simbioz që tek ju bashkjeton çdo ditë dhe jep e merr në të dy fushat, si sportive ashtu edhe të mjekësisë. Gjithsesi, ju diçka përmendët fillimet tuaja,
shkuarje në fshat, por po ti mbledhim në një trast të vogël, do thosha, shumë personazhe, shërbimi siç thatë ju në fillim në pediatri, më pas keni shkuar 2 herë në fshat, keni qenë zëvendës shef i shëndetësisë, po, krye inspektor, keni shërbyer në spital, në poliklinik, por gjëja më e rëndësishme është mjekësia sportive tek ju. Pra është një rrugë shumë e bukur, do të thosha, një rrugë që nuk e di, nëse do t'ju jepë mundësia ta nisni edhe një herë nga fillimi, do të ndryshoni gjërat? Absolutisht. Absolutisht. Sepse unë sportin e kam bërë me pasion. Më falni, ka diçka teknika, ju lutem, më kujdes në transmetim. Po. Unë sportin e kam bërë me pasion. Dhe mjekësinë e kam dashur dhe e du praktik. Po. Problemi shtrohet këtu. Mu nga sporti, mu dha mundësia, dhe në vitin 68 kam luajtur basketbol. Po. Dhe jam largu nga pensja po si thojmë në basketbollit, sepse ju tha që unë mund të rrij e shërbej, por nuk mund të më bësh eroje. Moshe servitje, ishte nga kërkesë shumë e madhe. Kështu që unë u largova dhe ju ne afër sportistëve. Kam bërë kabinetin i parë të mjekësisë sportive në Shkodër, në Shqipëri. U transformohu kisha madhe, u bërë pallat sporti. Atje kishe një dhomë sporti, edhe në stadium kishe një dhomë sporti për ekipet që ishin 2 grupe sportistësh. Mirë po m'lidh një nevojë tjetër, që unë duhesh me kënë më njoftim në traumen në këta. Dhe u afrova në spital, që atje e njifsha dhe më në moshën në gjithë shokë. Dhe punova me Ismail Sulën 2 vjetë. Po, doktori Mirnjohur. Ortoped, kishte kriju një repartiesh zakonisht mirë dhe përfitova shumë. Po ata fatin që mas largimit Ismailit unë punova me mjek në Rum, si Mark Mjershi, Alis Pahia, Farid Hoti, Zilë Hakraja. Pra ata kishin grupin i kirurgëve që muloshin edhe ortopedin. Kem nevojë shumë. Unë nuk u shkputa asnjëherë nga 2. Ndash me ditë, unë për 10 vjetë sportin e kam bërë mi punën time. Po asnjë pagesë. Interesante. Dhe në vitin 78, kur u dha për 7 rrethet mjek sporti, caktuar nga ministria, atëherë unë kalova nga sporti, për nuk u shkputa nga mjekësia. Pra vazhdoshe vizitat në poliklinike tjera që për gjitha këta. Kështu që këta 2 kam lidhë këta në jetën time, që kanë një mu njëna tjetrën dhe më kanë bërë me kanë gjithmonë i kënaqur, i frymëzuar nga kjo punë. Kështu që në mjekësinë sportive më vazhdova, kuptova ata specializimet e veçanta që kishim ne dhe mora licencën që isha mjeku i sportit atë faktikisht për zonën e Veriut vetëm jam. Doktor, ju më tha diçka, po jo gjithçka. Unë dua ta zbuloj këtë sepse kudo që keni shkuar, ju thatë kam krijuar një kabinet të mjekësisë sportive. Keni qenë 2 herë në fshat në Malsi, madje në një rast unë di që keni krijuar qendrën shëndetësore në Pult, në POK, edhe në Tamare. Pra keni krijuar gjithmonë kapacitete, keni krijuar gjithmonë ambiente pune që nuk ju kanë shërbyer vetëm juve, por në radhë të parë të interesuarve, pacientëve që janë drejtuar. Përveç pasionit, një pasionit të jashtëzakonshëm të madh, kjo i bashkohet njeriu të punës me plot vullnet që çdo gjë që i jepet për të realizuar e bën pa protestë. Këtu jeni tamam përfaqësuesi denj i Fisit Çoba, i cili gjithmonë është cilësuar për njerëz të punës, për njerëz që natyrisht nuk i tremen asgjëje përpara që ju del apo një detyre që ju jepet. Unë mund të them këtë që unë përmendë 2 herë fshatin, edhe faktikisht ashtu ka ndodhur. Unë kam qenë mjek që nuk më kanë lënë me lëviz nga Shkodra sepse isha mjek për sportin. Mirë për në të kohë duhet një vendim që mjek që s'kanë shku në fshat me shku. Të shkojnë, po. Edhe mund caktu me shku në Tamare. Faktikisht pranova se s'kishte që mos me pranu sepse ishte realitet dhe shkova në Tamare. Tamare ishte një spital që ashtu edhe sot, por me thënë drejtën ishte një mjek shumë i mirë, mbari Çukaj aty,
2 vizita, 3 vizita në ditë, 2 small, adin 2 vetë ishin, nuk ishin që e bon, thonë drejten. Mjek kishte edhe vermoshin, mjek kishte edhe vukli. Edhe aty kaloshin bakteria, tonë, nuk e ke gjanë, dhe më thonë, ambientis më pëlqente. Po. Edhe mora një iniciativ, pysa të shokë, sa vjetë janë bërë këti spitalit. I kush do të 9, i kush 10, edhe unë, i thash pa bojnë 10 vjetëve një spitalit të more. Bëm një plan, më lodha këta shokë, që isha koleg, i thash ne do bëjmë një sesion shkencorë në Malëci. Edhe përsa këtu në temat, bile ne një nuk ishe, i thash mos mërzit t'i bëjmë në lezojti. Qumë pesh gjithë fshatin. Mje pa zona ke mendit, është një zonë që e ka një shumë pasëkti në regullin e këta. Ta mara u qumë tanë me lju, me regullu, sepse unë qova 80 vetë në Shkodra në atë seminar atje, që ishim në 2 autobusa me lenjë atje, me pasaporta, me lenjë nga dega masë, tjera. Por e rekonstruktuam komplet, e rëthova, bona i lulishti, bona të në gjanët, me kënë vuna në rëqeme, vuna të në, një mundësia, kisha një hotnije, kisha shëshnije që një moshin, unë se duha që për shpiteme. Sa bukur. Kur punës i vihet shpirti në qendër dhe çdo gjë e bën me pasion, doktor, të ndalojmë tek stacioni ju i madh, tek stacioni juaj i punës së përditshme, siç është mjekësia sportive. Ajo që unë mendoj është lidhja e saj me një regjim të jashtëzakonshëm tek sportistët, me dietat, me rregullat strikte, por edhe me përballjen e traumave. Unë kur shikoj dikë që goditet në stadium, vërtet impresionohem. Tek ju si ka ndodhur, sa e vështirë është kjo dhënia e ndihmës së shpejtë? Gjithmonë fillimet janë vështira. Edhe unë e kam vërejt që në fillimet e mia kishe nevoj për nimin e kolegëve. Jam konsultuar me ta gjithmonë, kam në ofër, dhe ajo më bani mu që të filloj traumatologjin në spital, të njek bile, ku unë kam caktu në spital, unë para se me më caktu, unë punushe me Smajl Sule. Pa ditë kërkush gja, shkoshe në operacione, tjera, se ne marru në bashkë fakultetin. Dhe ku më thiren, se kështë është në cizë, doshin me qumë me në mu dikush me Smajl Sule. Kur hinë unë më ranë që ata shefat që ishin mledhë për me, thonë pa kena së dinë, për qa, për punu me Smajl Sule, thash, unë punoj vazhdimisht, ne ishim shok. Edhe më vendosin, po i thash, unë kam edhe sportin, ban edhe sportin. Ka ishte porosia. Që që unë, për periodën që përdojë vete, përdojë me knesit madhe. Smajl Sule ka kënë njëri korekt. Njëri që do të përpikmenin më të madhe. Kuptohet që në gjdo operacion nuk shkanë diçka mirë. E njëjtë e zanin, unë nuk e pëshe përzjeshe. Sa marrë të krahin, unë edhe të bashkë, bile, vëm një pakt. Gjdo rëzindës me shku unë i pari, ku të me zonë do të transmajde. Kam një mëj shumë, që nështë ma hu që jatë nevojën i madhe të njëmës kolegëve në fushë, tjera. Që gjithë muan, në lidhë me spitalin, se ja mjetet e examinimit tjera. Sa rëndësishme është dhënia e ndihmës së shpejtë në moment, në mes të fushës? Varet nga trauma, ne kena kalu gjithë farë epizodesh, edhe jena mundu që me ardhë njëm, me rehabilitu, me stabilizu, tjerë të kena njek, kena nxerë jashtë, kena njek në për spitalin, në për klinika tjera. Por, sot examinimet kanë nërshu shumë. Se traumat i gjunit, na dikur nuk kena kënë sot me i po, as me rezonancë, as me skaner, as me kur gjanë tjetër. Kështu që sot qofin edhe të fusin operacion. Ne s'kena pas mundësit atje, se janë bërë shumë operacione, nuk kanë kënë mujtë në më bënë shqipri. Me gjitha të i keni kaluar me sukses? Kena kalu me sukses. Kena lënë në kohën i pushimit mjaftueshme, tjera, kena fillu rehabilitimin, abash. Kështu që jena mundu me përbodu, unë kam 50 vjetë mjek i sportit. Që është vitin 1968. Një përvoje jashtëzakonshme. Edhe derë në sot që vazhdoj. Doktor, natyrisht profili juaj nuk lidhet vetëm me një ndihmë, dhënie të një ndihme të shpejtë, apo me kërkesën apo qëndrimin afër në trajtimin e dietës apo të rregullave të veprimeve. Unë mendoj që ashtu siç është në të vërtetë ndihma juaj tek
sportistët është edhe në vizitat apo në diagnostikimin e hershëm të ndonjë problemi që lidhet me ecurinë e vetë sportistit. Po, këtu ka një problematik të skillën, se me vendim të federatës të gjitha këto, asnjë sportist nuk duhet më aktivizu pa firmën e mjekut sportiv, të licencuar. Kështu që mund të takon, edhe sot, kam gjithë zonën e Shkodrës edhe Lezhën, që asnjë fëmijë të ekipeve që bën private etj s'mund të aktivizohet pa licencim, pa shënimin tim. Dhe në këtë shënim unë kam ekzaminimet laboratorike, ekografike dhe kontrollin tim me vesh edhe me antropometri me një kartel personale që e baj për çdo fëmijë. Këta i kam dokumentuar me të mbledhura. Gjatë kësaj kohe, se pa dalë tek ja, unë kam kalu shumë raste që disa fëmijë nuk janë ekspozu, pa i kena largu nga sporti në konsult me mjek kardiolog specialista. Dhe nuk e ka marrë vesh kërkush se pse largu fëmija, sepse fëmija vazhdoi një jetë tjetër. Mjeku është konfidencial. Ishte domosdoshme kjo punë. Kështu që ja kena pas në klasë përpara 90-s, unë kam pas 105 ekipe me 1470 sportista. Ton llojet e sportit. Çfarë volumi? Ton llojet e sportit. Pune. 2 vjet u kontrolloshin. Gjithë klasat sportive që kena pas në tona shkollat e qytetit, me ton llojet e sportit, kaloshin aty. Unë kam pas një infermiere që e bën edhe laborante, sepse kisha liberti që me i bën analizat aty, më ndihmoi doktor Xhamil Mema, ishte këtu në Shkodër, me aparaturë, me gjitha gjanat, dhe unë specializova një vajzë që ishte shumë e mirë, një gru që i kryshin punë më shpejt. Kështu që ne i kena seleksionu ato të pa arishmit, që nuk duhet me ashtu, ose unë kam pas që kam hek nga sporti edhe kampion. Kampion, dhe më thonë ishte një rast, nuk pa përmend e emrin, që një sport individual, duhet kampion, ku e rrodha më ekzaminu të unë shafa ishte me një problematik shumë të avancume. Shkova në Tiranë, bam konsult të madhe, dhe në prezencën e tij dhe të timit, i thonë ti do lesh sportin, ti idiot. Atëherë bisedova me te, na 2 dina edhe një profesor si klubi që na çonte, dhe do lagohesh nga sporti gradualisht. E lagova, edhe sot ai jeton. Si është ecuria? Jashtëzakonisht mirë. Ai faktikisht kur erdhi demokracia, ai pat mundësinë e operu në Turqi. Dhe u stabilizu. Një kushin i tij pa di gjë mjafton thot është operu filani, si sportist. Kërkush se dite, i tha çfarë që si kafe. Edhe ja shpjegoj rastin. Kështu që të gjone janë që duhet më bë me kujdes. A do të kalojnë, por sot nuk është si ka kanë, sepse atëherë kena pas dhe mjek shkollash. Edhe mjek të shkollave kanë bën një farë punet që kanë kontrollu. Sot nuk është shtrimi në këtë formë. Pra kujdesi duhet akoma dhe më i madh. Madje dhe rreziqet siç themi në këtë periudhë po tash ekzaminimet janë të mia, unë kam një mjeke kardiologe që është shumë e nderuar, që ndihmon shumë edhe lidhen me te për pediatre për këtë punë, shumë e mirë, kështu që nuk lajmë gjamë në kalu mundona. Doktor, figurën tuaj nuk mund të plotësojmë nëse nuk i drejtohemi asaj vërtetërie të madhe që ju keni pasur në nisje të rinisë suaj siç është sporti. Unë sportin, basketbolin, unë ja di për ndër thash basketbollit që jam bë mjek. Pse? Unë kisha vënë ata kërkesat e mia, matur, mjekësi edhe janë 2 gjëra tjera. U hap instituti këtu dega e biologjisë, më thoshin të banë dhe shkash atje. Edhe në fjeta mendën. Mirë po, unë aktivizoshim me ekipin i parë të Vllaznisë. Pa më ja 2 ndeshje të bukura që na pa një ndeshje ndërkombëtare e tjera që ne shkuam mirë. Edhe shkuam në Spartakiot shkollave të mesme në Vlorë, prapa atje dominuam me atë grup sportistash dhe më njofton Adnan Beli me kështu telegram që s'kishtë atjerë dhe zydim mjekësi në Tiranë. Kam pas trajnerë Satagjë, i bori nërë më shumë. Tham profesor që që më parë, po shumë mirë, po a thua është e vërtet, mos më lënë Shkodra,
Me që dhe erdhe në Shkodër, shka në Tiranë, u interesu, s'dishe, ishe ri, 18 vjeç, shka i fillë në Universitet Shaflistat, ati më ka dalë emni, këtu s'ma kishin qitë emni. Pysë ati në katedrë fizikë, një mas qaj kokën të nëse dhe vazhdash. E fillova, faktikisht. Po, jeta juaj sportive si ka qenë? Mandej, unë kam lujt 5 vjet me basketbol me studentin. Dhe në vitin e parë që kam marru, unë kam qenë antar e ekipit kombëtar, pjesëmarrës në festivalin e Nice në Helsinki, ku kena marrë medalje arit. E ishe një satisfakcion i madh. Më thonë, unë kam dalë në atë kohë që se kishim idenë që është avioni, që është kufini, 18 vjeç, se kishe idenë që ka një festival. Bile koincidencë madhe kisha dhënë 4 provime, edhe marrë libret me studiu në sallë madhe, kena qenë përballë maternitetit. Se s'kishim konvikt mjekësia në të kohë për tjenë. Sul Grazjevi ka një sportist që vazhdo të për kimi aty, të gjuditët kërkojnë katedrët fizikulturës, pas për në jena ko provime, shkaj atje sa, shkaj mranë murimin, qa është kja punë, po shkaj në Helsinki, unë në Helsinki, po për qa, se kishte një një gazet delte, kuna bitën manë me lezu gazetet në provime. Naturisht. Nëse si të qofë puna, unë kalove një torne jashtë zakonisht bukur që metin atë menjen time dhe sot me Renato Radojen kena kënë bashkë, me Vasoshaken, Mohamed Permetin, Bojar Shevën, Kosta Papen, kena të lojtarë simpatik. Naturisht njerëz shumë të përmandur me... Për kohën tonë, ata që i ka njoftë, sepse jetën i njeftë, mëndajna erdhen vitet dola mjek, edhe erdhen Shkodër. Vazhdova sport, 3 vjetë kam lujt. Kena marrë 2 kupe e kampionat kur isha këtu. Edhe u legova thash nga puna që nuk mund të arrishet në kompetencë. Po, gjithsesi një ecuri e jashtëzakonshme, por që gjithmonë e ushqen njëra veprimtari ushqen tjetër, siç ushqej sporti mjekësinë edhe mjekësia sportin, por ju tha që udhëtimi im i parë ka qenë në festivalin e Helsinki. Ju ishi shumë i ri në atë kohë, por kjo i dha një ushqim tjetër, një pasioni tjetër, siç janë udhëtimet. Unë di shumë që lëvizni, kjo i jep ndoshta sportivitet jetës suaj, e ushqen dhe e bën më të aktive dhe të bukur. E drejt është ja. Unë tha që u largova nga sporti, edhe vazhdova dhe mjekësin, edhe në mjek sporti. Në vitin 68, ekipi i Vllaznisë u caktu me marrë pjesë në Kupën e Ballkanit. Kështu që më afër se kërkush isha unë. Edhe më caktu në mjek me shku në Turqi, shku në Bullgari. Që aty fillai divizja kësaj punë. Mandej, unë kam punu 18 vjetë mjek me 21 vjeçarë të Shqipërisë, që vazhdoj edhe sot. Edhe sot vazhdoj me ekipin kombëtar të vajzave. Dhe kjo mënyrë sportive, unë kam shoqënu basketbolin, volejbolin, me qitjen, tana sport, boksin, të gjitha sportet, futbolin e këta. Unë kam një eveniment jashtëzakonisht bukur, në vitin 1970, unë thrasin mjek me ekipin kombëtar Shqipërisë me shku në Turqi, gjatë që se dishe, se që ka, është një sej. Edhe shkaj takoj trajner Lora Borici, një personalitet i kohës. Përbëm një ekipit me personalitetet i futbolit asaj kohë, me Pano, me Bize, me Zheke, Ragam, me Alime, me tjere. Yjet e futbolit. Kush i ka njoft, brezi jo një kujton të tjerë, nuk i njofin mirë si duhet, por pata një shans të madh shumë. Atje, në grup tonë kishte Gjermania, Turqia, Shqipëria dhe një shtet tjetër, nuk e mbaj mend. Kishte ardhur Helmut Schöni, trajneri përfaqësues gjerman, edhe në darkën zyrtare ishin atë koktejl, po të rast bashkë me Lorën isha, me trajnerin turk edhe Helmut Schöni dhe një shoqënues shqiptar. Një fotograf shqiptar, kosovar që ishin, kërë kishte bërë një fotografia, ishte dhënë Lorës. Profesor Lore ishte njeri i jashtëzakonshëm, një herë në shkollë në Tiranë, një ndeshje, mas kësaj, thotë doktore, kam fotografi të bukur për ty. Kështu, me Helmut Schöni, thash, faleminderit shumë, kam shku me të në shtëpi, kam marrë dhe kam pa një fotografi që e kam ekspozuar edhe në dhomën time, e kam zmadhu,
dhe është në gjanat më të mrekullueshme. Përveç saj, më falë se po të ndërhyj edhe këtu, e kam 2 fotografi me Ronaldinho dhe me Inzaghin. Personalitetet e futbollit. Po kam edhe një hartë jashtëzakonshme. Po pikërisht për këtë do t'ju pyesja. Është e mushur me shenja, se unë në të që kam vu një shenjë bardhë gjithmonë në i pikë. Po kam dhënë që kam shku 4-5 herë me i pikë e kam lënë. Pra unë kam shëtit po thuj tonë Europën, që edhe Amerikë, kena shku me sport. Kja ishte privilegji i sportit, që më dha mundësi me shëtit, sepse njeriu nuk mund i shëtisin tonë këtë. Nëse ne shohim këtë veprimtari të jashtëzakonshme, nuk mund të jetë shkëputur nga jeta familjare, sepse është familja në këto rastet që të mbështet dhe të jep këtë krah për të realizuar një punë me pasion dhe me shumë dëshirë që ju e realizoni. Ju keni, doktor, një familje të bukur. Bashortja juaj është mjeke, doktoresh Kydret Çoba. 2 vajzat tuaja të mrekullueshme, dhe Sara në fakt që jeton në Paris të Francës nuk merret me mjekësinë, por Arminda është mjeke. Edhe bashorti i saj është mjek. Keni 2 mbesa, do të shtoheni përsëri, është Anja dhe Amelia që ju plotësojnë atë bukurinë e kësaj familje të mrekullueshme. Si ka qenë kjo marrëdhënie, sa profesionale aq personale në jetën tuaj? Unë e kam thënë edhe në për intervista tjera që pjesën më të madhe ja dedikoj grosime, sepse kam pas 2 plesë. Edhe 2 fëmijë që po një pa ishte sakrificë në të kohë. Me gjithë që kushtet nuk kanë kënë, ke pas frikë me i qu, kanë shku fëmija vete, kanë arë vete, por më ushqy, me fjetë, me tje, me shërby, me tana, më ka marë përsi për gruja. As ke problem. Që që kaluun këta punën, dhe kam përshtypje se e kam kaluun me gjithë qetësi morale. Natyrisht, qetësia shpirtërore është kushti mrekullueshëm. Unë kam vajzën e kam mjek, kam dhëndrin mjek, kam vjerrin i vajzë mjek, edhe na jena mjek 2. Por na jena i familje mjeksh. Na bona 5 mjek në familje, nga lidhë jeta. Nga lidhë jeta shumë bukur. Kështu që falë jetës, inshallah kena me jetët. Dhe kur mendon një veprimtari, një karrierë kaq të bukur, do thosha, me përpjekje, natyrisht me punë, me pasion në radhë të parë, sepse nëse punës nuk i vë shpirtin, pasionin, ajo asnjëherë nuk do të ketë rezultat ose suksesin e merituar. Por do të kthehem shumë vite më herët, doktor. Duket sikur jeta juaj profesionale është fiksuar nga një profeci. Kur keni lindur, keni lindur në asistencën e doktor të madhit Frederik Shiroka. Dhe nënës suaj, zonjës së nderuar Fetije dhe babës zotit Hasan, ai i ka shprehur këtë ndjesi ndoshta intuitive, do të thosha. Ky fëmijë do të bëhet mjek. Si e shihni ju tash edhe atë pjesëmarrje të prindërve tuaj në ecurinë tuaj, në përkrahjen që keni marrë që në fillimet tuaja? Me Rita këtë fjalë, unë e kam dëgjuar Rita pak, si fillova me marrë vesh. Por doktor Shiroka ka një personalitet. Jo vetëm mjekësor, por edhe njerëzor. Ai më arrit me mas një operacionit nënës, me një rrit morali me këta, këtë fjallë që unë e kam të rëshigu mendimet e mija që është fëmi. Faktikisht, mjekësin e kam dashtë, sepse kishe një karakteristikë që kishe qef me një mund tjertë. Dhe më ardhi rasti. Prindrit tuaj të nderuar. Ata një herë ma kanë thonë, edhe së mund që me thonë si ishte ndorëtor. Jo, si ju kanë ndihmuar në ato ecurit e para tuajat në profesionin, në blatimin e kësaj dashurie të madhe që ju e keni patur për rrugën që patët nisur?
ata që jenë shumë konen edhe shumë të kënaqën me dalin tim me mjek. Sepse dishin që është një profesion që i shërben njerëzve. Dhe unë jo atjerë, po edhe sot, për mu s'ka pas orar. Ja, ti, kuda, nga më thire, kam gërsin njerë, kena kry, sa kena mujt, na. Dhe më da kira dhanë rrugë të smorit. Kam pas thash tanat sportistë, kam pas tanat e familjet e tyre që të mund vishin të partë. Se kishin njëri që mund, mershin mund telefon edhe, ose kërkoshin që telefonin në kanë me pakicë. Kështu që jena mundu mi shërby njerëzve ashtu si mundon edhe sot, sa kena jetë, po lojë. Kështu që ka është një diçka profesionale. Ke i trashëguar cilësit më të mira të familjes suaj. Edhe kja është, nëna eme ka kanë shtyme shumë. Edhe do të gjithmonë mi shërby njerëzve. Karakteristikë shumë. Të trashëgohen ndoshta. Gjë shumë e bukur. Doktor, nuk mund t'ju mendojmë pa një rreth të jashtëzakonshëm shoqëror. Është çuditshme të mos ju bjerë telefoni, tani e kemi të fikur, po të mos ju bjerë telefoni ndoshta çdo 10 minuta, njerëz natyrisht për impenjime profesionale, por besoj se kjo ka krijuar një rreth të jashtëzakonshëm mirënjohje të shoqërisë. Çfarë ju jep kjo marrëdhënie e përditshme? Vetëm klesi. Vetëm klesi. Unë kryj punën teme, dera aty ku më takon. Unë nuk merrem me jashtë profilit tim. Kam një dhomë në Pallat Sporti, sot se stadiumi u prishë dhe nuk na kanë dhënë alo, se si e gjanë kush e merr. Falënderoj ata njerëz të klubit shumë sporteve, se u nda futbollin me këta, dhe unë aty mbi njerëz të ndryshëm. Unë e shoh ai që është për mu, mundohem minimum, që është për mu, ja për rrugë, në mjek tjerë, bisedojnë telefon tjera, që ti krymë punë, masi së rëllasë. Na jena një bres i hershëm, që pensat tjerë kanë punë shumë më të madhe, në gjohen shumë gjana, tjera, po unë kam respekt për gjithë këtë grupën i mjekve që kena në Shkodër. Respektoj të që edhe ruin kujtesën teme, të në ata mjek që kam kalubu. Kam kalubu mjek me ishte doktor Mborja, doktor Bariko Pliku, që kam pas punë me ta. Kështu që doktor Mborja bile për kuriozitet, mua s'ma ilësullën sa maru, kërë 15 vjet na muni mjekërohet në poliklinik vetëm. Nuk s'kishëm eksperiencë qiqë. Unë që nëshë të ndatë, në kush së vite. Kështu ishte, në zenadi jonë. Atëherë, koha bash të një muaj, të një ofre, për shembull, mund kur ishëm të djetëri, spitali, dhoma fëmijëve, 3-15 vjeç ishin në Katsipën, aty ishte kardiologjia, doktor Bariko Pliku. Fëmijë që kishin me probleme kardiake, i fuqe krajnë, ha doktor të shofën bashkë. Ka ka një mjek shumë i përkushtu, kur i vete punës, për kështu, ishte i fije të thotë plakave këtyne, hala gjallë i tjetë, se duke. Pra, e shoqëron të dhe humori. Kanë natyra atyne, pa mjek përkushtum, edhe në fitum për tyne. Kam punu me Sandra Ashton, një personalitet flas për te. Pra, gjithë e grup, Ardian Osmandiu, që erdhi në Shkodër, kanë shumë i mirë për këta problemet e traumave të kokës e ta. Pa, ata tjerë nuk me përmeni ma se i përmena dhe ruj me respekt reciprok për gjithë këta. Unë kam punu në seksionisht në CIS 8 vjetë, si kërë inspektor. Dhe kam joft tonë zonën e Shkodrës. 169 fshatra ka pas Shkodra, unë makar 165 kam kemë. Pse? Dush me ditë se ku kë fshat, ku ka ambulancën, si ka situatën tjera. I ri isha me sportu mërshë, kështu që i kam kalu gjitha. Natyrisht një punë impresionuar.